Habit mjeku, jap se duhet të pini 2 kafe në ditë. Kafeja është një pije që në të gjithë e konsiderojmë të jetë fantastike, e shijshme dhe e shëndetshme, por në raste se nuk e dini për fat të keq mund të jetë dëmshme. Kjo pije mund të jetë e njohur dhe të jap përfitime të shumta shëndetësore sepse është e lartë në antioksidant dhe mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të shumta. Megjithatë, nëse pini 2 filxhan kafe në ditë, hidhini një sy kësaj video deri në fund. Kafeja përmban kafeinë, e cila është një nxitës dhe mund të çojë në çarkullime të gjumit nëse e pini në orët e vona të mbrëmjes. Por nëse e pini atë gjatë ditës dhe nuk keni shqetësime në intolerancën e saj, atëherë nuk keni përse të hiqni dorë prej saj. Çelësi dhe përdorimi i kafes qëndron gjithmonë te mënyra ëmbëlsuesve të saj. Sipas The New England Journal of Medicine, duhet të konsumoni kafe pa shtojca të ndryshme të sheqerit, por me përzierjen e kafeinës në kombinim me kanellën do të keni një mbrojtje më të mirë për shëndetin.